Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. I lidhur me Vanesën, por plane për të ardhmen me një tjetër fermere, Malbora nxjerr zbuluar Indrin. E ftuar së fundmi në një emision, Malbora Gura ka folur hapur për raportin mes Indrit dhe Vanesës, duke u shprehur totalisht mos besuese ndaj lidhjes së tyre. Pasi sqaroi edhe një herë marrëdhënien që ka pasur me Indrin, Malbora hodhi dyshime të forta mbi sinqeritetin e raportit të tij me Vanesën, madje deklaroi se për të kjo lidhje nuk është reale. Unë nuk besoj te marrëdhënia e tyre. Kjo lidhje për mua nuk ekziston fare. Kur e njeh dikë, e di si sillet ai në momente të ndryshme. Sipas ish fermeres, sjelljet e Indrit gjatë gjithë kohës që ishte në raport me Vanesën nuk përputheshin me një lidhje serioze. Ndërkohë që ishte në biseda me të, bënte plane për fundjava me pjesëmarrës të tjerë të fermës në provincat e Shkodrës. Do merrnin edhe 2 shishe verë me vete, deklaroi Malbora. Ajo komentoi raportin e saj me Sarën duke akuzuar këtë të fundit për sjellje negative dhe mungesë sinqeriteti. Malbora kujtoi edhe një debat më parshëm mes tyre, duke treguar se Sara e kishte provokuar me komente personale. Sipas Malborës, debati mes tyre ka pasur edhe ofendime, por ajo theksoi se është përpjekur ta mbajë situatën nën kontroll. Po kush merret me Sarën? Sara është një vajzë që ka ambicie për të bërë, por ideja e suksesit nuk është të bësh, është ta mbash, dhe Sara këtu dështon. Sara vetë më jepte material, më tha mua, si e ke mbiemrin se nuk të njoh, dhe unë ja thash, mirë, po ti si e ke mbiemrin? Unë e dija, ideja ishte që në momentin që ti më cënon, unë mbroj veten. Më tha, je femër e fllihur që futesh me çifteve. Unë nuk jam shumë e mirë për të ofenduar dikë, jam munduar debatin ta mbaj sa më të pastër. Sara meriton më shumë, është një vajzë shumë false, negative, tha Malbora.